-1 gradë. Po nuk ka vlla, nuk ka se ajo baklavaja. Nuk mundesh të vish këtë vit në Shqipëri. Tash kemi marrë shtënja. Tu jemi të petlla dhe gjyshi. Mirëmëngjes! Sot kemi një ditë të veçantë. Më në fund erdhi dita, paketojmë dhe do nisemi për Shqipëri, sepse këtu është -1 gradë. Kështu që ne kemi nevojë për diell, për familjen, për vitin e ri në Shqipëri, kështu do nisemi. Mos kemi çullafe, paketojmë dhe nisemi. Shifemi në aeroport. Okej, tani po nisemi për në aeroport, se ndonjëherë sado që e gatuan atë entën gjermane, po nuk ka vlla, nuk ka se ajo baklavaja e gjyshes, nuk ka se e gjeli i detit. Ju shtiva dhe ju zilin. Ikim tani se po naftofet gjeli. Aeroporti në fakt bën një çik stres, me fëmijët, valizhet, përgatitjet, po ma ja vlen. Ne do shkojmë për pak ditë të arratisemi në Shqipëri dhe pastaj do vim përsëri në jetën tonë. Nëse ti që po më sheh, nuk mundesh të vish këtë vit në Shqipëri, mos u mërzit, nuk është fundi i botës. Bëj diçka të bukur aty ku je. Bëj një gatim që të ka marrë malli nga Shqipëria, ndoshta atë baklavan e gjyshes, ndoshta të ftosh dikën nga Shqipëria aty ku ti je, ta kalosh sa më bukur këtë natë me njerëzit rreth tryezës. Bëj në fund atë që mundesh, jo atë që se ke. Përshëndetje, tani kemi ardhur në Shqipëri. E shikoni sa bukur është kafe Tirana. Provojmë sa qofte, sa petlla, e sa gjona të mira. Hajdeni me mua që ta shikojmë bashkë. Përfundimisht, petlla dhe gjyshit me mjalë në Shqipëri për vitin e ri, kushtojnë vetëm 2 euro, do të thënë 12 lekë.
nderuar, gëzuar vitin e ri nga unë Angela dhe do shihemi në episodin tjetër. Mua! Ju lutem bëni subscribe në suport të kanalit. Ju falenderoj.